إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وبعد. Falendrimet, lavdërimet, adhurimet tona qofshin për Allahun, krijuesin ton. Paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin shembullin e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Nderuar besimtarë, sot me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim për një mëkat i cili nuk është mëkat i zakonshëm, por është një e keqe e cila sjell me vete të këqija të shumta pasti. Është një derë e cila kur hapet njeriu qaset në një rrugë ku është i gatshëm pastaj pa vetë dije të kryejë edhe shumë mëkate të tjera, e kjo mëkat është mëkati i pirjes së alkoolit. Alkohol konsiderohet çdo substancë e cila e deh mendjen e njeriu, e mbulon arsyen dhe ja humb njeriu vetdijen. Pra, me një fjalë, konsiderohet ajo pije e cila njeriu ja heq epitetin e të qenurit njeri. Këtë temë nuk është temë e cila nuk është shtjelluar në këtë xhami. E kam bërë unë, e ka bërë hoxha shumë herë më herët, dhe nuk është temë të cilën ju nuk e keni dëgjuar. Mirpo ajo që na shtyn, dhe zotën ky është misioni jon, për me fol për këto dukuri, për këto mëkate të cilat nuk janë mëkate me peshë të vogël tek Allahu, por janë mëkate me peshë të madhe dhe janë nga mëkatet më të mëdha që dikush nga rradhët e besimtarëve mund t'i bëjë. Na detyron që normalizimi dhe ajo gjë e cila e bën që të njerëzit mëkonën normale, që kjo çështje na detyron që ne të flasim, të ngrisim zërin dhe të shtjellojmë këto tema her pas here për të treguar pozicionin e dinit të Allahut dhe për të treguar se kjo çështje nuk ka ndryshuar. Ani pse bot kuptimet e njerëzve, ani pse dëshirat e teket e njerëzve mund të ndrojnë në për situata dhe në kohra të ndryshme, mirë po dispozitat e Allahut të lartësuar nuk ndrohen deri në kiamet. Harami është haram dhe halali është halal deri në ditën e gjykimit dhe kjo çështje është e pandryshueshme. Sot alkoholi është normalizuar deri në atë mas sa që në tryezat e besimtarëve e gjen ku pihet nëpër rrugë, nëpër sheshe, nëpër darsma, nëpër restorante të ndryshme. Dhe pa fije turpi, besimtari, djali haxhiut, djali i njeriu që i fal 5 kohë namaz, personi që i fal xhumat, njeriu i cili i thot vetes musliman, pa fije turpi e pen alkoolin dhe pa fije turpi në lokalin e tij e ekspozon këtë mëkat të shëmtuar dhe ka ndarë një pjesë të veçantë, ndoshta kjo është qendra e restorantit ku zbukurohet me pije të ndryshme, me pije domethënë deshe Allahu na ruaj. Kjo çështje dhe ky normalizim nuk e ndryshon dispozitën. Dhe Allahu azza wa jall këtë ka përshkruar shumë mirë në surën Maide, ajeti 90 dhe 91, Allahu tregon se alkooli është haram. Ya ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan. Me të vërtet, alkoholi, bigjozi, janë vepra të ndyta të shejtanit. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Andaj largojuni këtyre veprave të shejtanit, punëve të ndyta të tij, nëse dëshironi të jeni prej të shpëtuarve. Pse është haram alkoholi? Alkoholi është haram për shkak se e shkatërron mendjen e njeriu. Dhe mendja është një nga dhuntit me të çmuara të cilat Allahu Azza wa Jalla ja ka dhënë njeriu. Dhe Zoti me këtë gjë e ka dalluar nga krijesat e tjera për t'i vlerësuar gjërat në mënyrën e duhur. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Çdo pije që de është alkohol dhe çdo alkohol është haram. Dikush prej njerëzve thotë se unë nuk e pi në sasi të mëdha. Unë e di vetëm. Domethënë e pi pak që e kam kontroll vetëm dhe nuk e lejoj që me u de. E shariati i Allahut, dini i Zotit thotë se ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Çka de në sasi të mëdha edhe e pakta e saj është ndaluar. Për çfarë arsye? Këto fjalë i thot pejgamberi alayhis salam. Për çfarë arsye është ndaluar edhe e pakta të pihet si mos preventive, mja prej rrugën herët për shkak se njeriu mund të dehet edhe me sasi të vogla, apo mund duke vazhduar të pi, të te kaloj edhe pastaj të shkoj deri tek humbja e vetdijes. Nëse doni me ditë se cili është mëkati i cili quhet nëna e të gjitha këqijave, është mëkati i pirjes së alkoolit. Pra, pejgamberi alayhis salam na thot neve el-khamru ummul khaba'ith. Alkoholi është nëna e të këqijave. Pra, nëse don dikush me ditë se cili mëkat është që i sjell krejt mëkatet e tjera, atëherë është alkoholi ky mëkat. Dhe këta e kemi të ilustruar me një ngjarje të cilën Uthman ibn Affani e ka transmetuar dhe ka thonë se një person nga umetet e kaluara që ishin para jush, i cili ishte adhurues i madh i Allahut, njëri i devotshëm, dhe u hodh në një situatë të vështirë, në një situatë ku i duhej të zgjidhte mes 3 mëkateve. I kishte mëkatin që të bënte zina, imoralitet, ose të vriste një fëmijë, ose ta pinte një gotë të madhe me alkohol. Dhe ky e vlerësoi, pra, dhe vlerësoi gabimisht. Dhe tha se më lehta unë çysh me bë marrëdhënie intime me një grua të cilën nuk e kam niqah. Ju duk të rron kjo punë, dhe ashtu është. Dhe si t'ja marr jetën një fëmijët pa asnjë shkak. Atëherë e vlerësoi se alkoholi është më lehta nga këto 3 mëkate dhe piu alkoholin. Dhe pastaj kërkoi edhe një gotë derisa u de. Në momentin kur u de, ky i bëri të gjitha mëkatet e cilat ju ofruan për t'i kryer. Dhe ky rast e tregon mirë se alkoholi është nëna e të gjitha këqijave dhe është rrugë ku njeriu po u gjet në këtë situatë, po e piu alkoholin, atëherë është i gatshëm për t'i bërë të gjitha mëkatet e tjera. Ky është realiteti i alkoolit, i cili e hap derën për çdo të keqe. Sa jetë të pafajshme janë marrur si pasojë e një njeriu të dehur i cili padrejtësisht ja ka marrë jetën dikujt. Sa nderi është shkelur dhe sa femra është dhunuar si pasojë e një njeriu të dehur i cili i ka kryer këto vepra të shëmtuara. Sa aksidente trafikut kanë ndodhur si rrjedhoi dhe si pasojë e njerëzve të cilët kanë marrur timonin të dehur kanë dalur për të vëzitur veturën e tyre dhe kështu kanë marrë në qafë shumë familje, ndoshta familje të tëra ku njerëzit kanë qenë duke u kthyer në shtëpitë e tyre dhe kanë humbur jetën si pasojë e njerëzve të këtij. Pra me një fjalë, alkoholi është e keqja e cila realizon shumë mëkate të tjera dhe të këqija të shumta të cilat vijnë pas tij. Si është gjendja e besimit të këtij personi i cili pin alkohol? A ka mundësi që në të njëjtën kohë dikush me pa fije turpit, pa fije të marrës, në restorante publike, në restorante ku frekuentojnë krejt muslimanët, e kap alkoholin, e kap birrën dhe e çon në gojën e tij duke e pi, a ka ky njeri iman në këto çaste?
Këta na tregon pejgamberi alayhis salam. Thotë laviri nuk është besimtar. Për personi i cili bën zina, nuk është besimtar gjatë kohës sa kryen marrëdhënie jashtëmartësore. Ai që pi alkool nuk pin, pra gjatë kohës sa duke pi, ai nuk e pin alkoolin e në njëjtën kohë të jetë besimtar. Në një transmetim tjetër është se imani i tij i del pi trupit. Imagjinoni sa rrezik. Imani i tij, besimi që e ka, i del pi trupit dhe i qëndron si hije lart. Dhe nuk e shoqëron imanin në këtë vepër të shëmtuar, në këtë keqje që është duke e bërë. Dënimet për këtë njeri i cili e pin alkoolin janë të frikshme dhe kjo më së pari në dynjë. Pejgamberi sa ka treguar se ai njeri i cili pin alkool, atij nuk i pranohet namazi 40 ditë. Çka është i hidhur Allahu Azza wa Jall sa që nuk do ta shpërblej këtë njeri i cili pin alkool dhe të njëjtën ku fal namaz. Që pak ka të këtij në shoqërinë tonë. Mirpo këtu nuk nënkupton hadithi se ky njeri nuk e ka obligim namazin. Obligim e ka namazin, mirpo nuk ka shpërblim për namazin të cilin e fal. Dhe patjetër duhet me fal. Ky njeri duke pi alkool, a e kujton se ka mundësi që Allahu Azza wa Jall në këto çaste t'ia marrë shpirtin. Dhe duke u koni ndan për imanit të tij të vdes në këtë gjendje. Dhe ta takoj Allahun Azza wa Jall si njeri i dehur. Për shkak se pejgamberi alayhis salam na ka treguar se ashtu siç vdes njeriu, ashtu edhe do të ringjallet. Imagjino nëse me gotën e alkoolit, verës, birrës e emërtime të tjera, në ato momente Allahu ta merr shpirtin. Ti do të dalësh para Allahut në të njëjtën gjendje që po jep shpirt. Andaj kjo është rreziku i madh që duhet njeriu me ja kujtu vetes dhe asnjëherë mos me çuhet e goja një pije të tillë që me ata është Allahu shumë i hidhur. Gjithashtu prej dënimeve në botën tjetër, nëse një njeri vdes pa u penduar dhe shkon tek Zoti pa thonë o Zot fal ma këtë mëkat se kjo është mëkat i shëmtuar, kjo është mëkat i ult, kjo është cilësi më e ulta e rradhëve të besimtarëve që mund ta bëjë dikush. Nëse shkon pa u pendu tek Zoti ky njeri ditën kur do të jetë para Allahut Azza wa Jall, do të orientohet drejt xhehenamit, do të jepet për të pirë nga ndytësirat Allahu i nderoft, nga ndytësirat e banorëve të zjarrit. Kjo është rreziku i madh që vjen nga ky mëkat. Dikush thotë se unë hoxh nuk e pi. Mirpo a lejohet që njeriu të ulet në një tryezë ku shërbehet dhe ku servohet alkooli? Për këtë inshallah javën e ardhshme do të flasim për të gjitha kategoritë të cilat zhohen me alkoolin. Do ta shohim se sa është i rrezikshëm, qoftë edhe në mënyrë indirekte, po patë kontakt me alkoolin, atëherë je i rrezikuar dhe Allahu na ruaj, është i mallkuar e njeriu i cili në një farë formë angazhohet për alkoolin. Elusim Allahun Azza wa Jall që na bëj prej atyre të cilët kanë kujdes nga këto mëkate të cilat janë mëkate me të cilat Allahu është i hidhur me ata njerëz të cilët i bëjnë këto. Allahu e vëdësoft masën e xhel. Allahu na mundsoft për me pa të vërtetën dhe për ta pasuar atë dhe të kotën të kotë dhe për të larguar nga ajo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.